Në sallën solemne të Kuvendit të Ulqinit u mbajt një mbledhje komemorative dinjitoze në nderim të Osman Rexhës, një personalitet i shquar i jetës publike dhe institucionale, i cili për dekada me radh i shërbeu me përkushtim, përgjegjësi dhe integritet të lartë komunitetit dhe qytetit të tij. Kjo mbledhje u zhvillua në një atmosferë të thellë respekti, dhimbjeje dhe reflektimi, duke bashkuar familjar, bashkëpunëtor, miq, si dhe përfaqësues të institucioneve lokale e më gjërë, të cilët u mblodhën për të nderuar jetën, veprën dhe kontributin e tij të çmuar. Osman Rexha do të kujtohet si një njeri i urtë, i drejtë dhe i palodhur në angazhimin e tij publik, i cili gjithmonë veproi me dinjitet dhe ndershmëri, duke vendosur interesin e qytetarëve dhe të së mirës së përbashkët mbi gjithçka tjetër. Ai ishte një shembull i rrallë i përgjegjësisë institucionale dhe përkushtimit qytetar, i udhëhequr vazhdimisht nga parimet e së drejtës, bashkëpunimit dhe respektit reciprok. Një moment i veçantë prekës i kësaj mbledhjeje ishte fjala mbajtur nga vajza e tij, doktoresh Linda Rexha, e cila me emocione të thella dhe fjalë të sinqerta përkujtoi figurën e babait të saj, jo vetëm si personalitet publik, por edhe si prind, njeri me vlera të larta morale dhe shembull për familjen dhe shoqërinë. Fjala e saj preku thellë të pranishmit, duke sjellë një dëshmi të ndjerë për dimensionin njerëzor të Osman Rexhës dhe dashurinë e tij të pakushtëzuar për njerëzit dhe vendin e vet. Faleminderit të gjithëve, prania juaj sot në këto ditë pushimi, koha që keni nda për me nda dhimbjen që ndjej unë dhe familja ime për humbjen e njeriut më të dashur. Për mu, ju falemderit. Falemderoj qytetarët, falemderoj miq, falemderoj bashkëpunëtorët edhe të gjithë ata që kanë pas rastin të jenë afër meje edhe babit tim. Sot do të toja më mirë të lexoj disa fjalë se emocioni është shumë i madh. Jemi mbledh për me nda një kujtim me krenari për veprën edhe punën e babit tim. Për mua ai nuk ka qenë vetëm një emër i respektuar nga komuniteti, por ka qenë e gjithë bota, ka qenë krahu i imediat. Ka qenë njeri me vizion, me mendje të kthjellët edhe me një zemër të madhe. Ai e deshti thellë komunitetin edhe punoi pa lodhur për të mirën e të gjithëve pa asnjë dallim. Fjala e tij gjithmonë ka pas peshë, sepse vinte gjithmonë nga e vërteta dhe nga e drejta. Respekti që ai ka gëzuar nuk ishte i imponuar, por ishte i fituar me përkushtim dhe me sakrificë. Në familje tonë të vogël, do 3 anëtar, unë, nana dhe ai, fjala e tij gjithmonë ka pas peshën më të madhe. Gjithmonë ka qenë i gatshëm me ndëgju. Gjithmonë në momentet e vështira ka qenë i gatshëm me ndihmu. Më ka mësu që ti përballoj gjitha vështirësitë që më dalin përpara. Mirë po më ka mësu gjithashtu që edhe momentet e gëzimit ti jem mirënjohëse. Trashëgimia më e madhe që më ka lënë mu babi nuk janë vetëm kujtimet, por edhe vlera që do mundohem ti mbaj me vete për jetën. Babi jam, ti nuk do t'jesh më fizikisht me mu, por gjithmonë do t'jesh i pranishëm në hapat që do t'marrë në vazhdimin dhe rrugtimin e jetës. Ju falemderoj edhe njerë të gjithëve, nuk du t'ju zgjas. Falemderit që po bashkëndjeni me mu dhe në emrin tim, në emrin e Torit, Leonit edhe Teas, ju falemderojmë përzemërsisht që gjetët kohë për me nda këto momente bashkë. I qoftë i përjetshëm kujtimi për ta. Ju falemderit. Kontributi i tij në ndërtimin dhe zhvillimin e institucioneve, si dhe në forcimin e vlerave qytetare dhe shoqërore, mbetet një trashëgimi e çmuar dhe frymëzuese për brezat që vijnë,
Fjalët përkujtimore të mbajtura gjatë mbledhjes dëshmuan respektin e thellë për figurën e tij dhe vlerësimin e sinqert për veprën dhe gjurmën e pashlyeshme që la pas në jetën publike të Ulqinit. Kjo mbledhje komemorative nuk ishte vetëm një lamtumir e dhimbshme, por edhe një shprehje e mirënjohjes së thellë për një jetë të jetuar me ndershmëri, përkushtim dhe shërbim të pandërprerë ndaj komunitetit. Kujtimi i Osman Rexhës do të mbetet i gjallë në ndërgjegjen kolektive si simbol i vlerave më të mira njerëzore dhe qytetare. Qofti i përjetshëm kujtimi për Osman Rexhën.